Zadul Ma'ad, libër që e ka përfiluar dietari i madh Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu më shiroft. Allahu subhanahu wa ta'ala zbriti Kur'anin dhe dërgoi dhe të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si shpjegues, si sqarues të Kur'anit, sikur se ka thënë në Kur'an: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Ne ta zbritëm ty Kur'anin që ti t'u sqarosh njerëzve atë që u zbriti. Kështu që profeti jon sallallahu alaihi wasallam është sqaruesi i Kur'anit. Profeti jon sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar Kur'anin me thëniet e tij, me veprat e tij, me miratimet e tij, me moralin e tij. Jetëshkrimi i profetit ton sallallahu alaihi wasallam është zbërthim për Kur'anin. Nuk mund kuptohet drejt dhe sakt Kur'ani pa ju referuar haditheve të profetit, pa ju referuar udhëzimit, sjelljes profetit sallallahu alaihi wasallam. Allah thonë në Kur'an: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Thuaj, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që të doj Allah dhe t'ua fal mëkatet. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Për ju i dërguar Allahut është shembulli i mirë, është shembull për ne sallallahu alaihi wasallam në gjitha aspektet. Në besim, në ibadet, në sjellje, në moral, marrëdhëniet e tij me njerëzit. Në më se 30 vende në Kur'an Allahu i lartësuar na ka urdhëruar që t'i bindemi profetit, ta respektojmë profetin sallallahu alaihi wasallam. Me qindra ajete në Kur'an dëshmojmë se duhet i referohemi sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, bazohemi në hadith. Si burimi i dytë i argumenteve të fesë. Nisur nga gjithë kjo, Ibn Qayyim Allahu më shiroft ka bërë një libër mbi udhëzimin e profetit, mbi jetëshkrimin e profetit, sjelljen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Si e kryente ibadetin profeti sallallahu alaihi wasallam? Si e bonte dhikrin profetit? Çfarë dhikri bonte profeti sallallahu alaihi wasallam? Jeta e profetit, kronika e luftrave, kontratat që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam, rregullat, ligjet. Por ka folur edhe për jetën familjare të profetit, jetën shoqërore të profetit, udhëtimet e profetit. Kështu që libri që flet në mënyrë, domethënë, të detajuar për profetin sallallahu alaihi wasallam, në çka lidhet për ta, është ky libër, libri Zadul Ma'ad. Profeti sallallahu alaihi wasallam është i madhi i profetëve, është i madhi i njerëzimit, nuk ka njeri për cilin ka folur historia ashtu sikur se për profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar e ka ngritur emrin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Janë sjell me senede të sakta të gjitha imtësirat e jetës profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Besimi, veprat, ibadeti, morali, jeta bashkërtore, udhëtimet e profetit, kronikat e luftrave, kontratat që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam, marrëdhëniet e profetit sallallahu alaihi wasallam me njerëzit, mënyra e të folur të profetit, të qeçurit profetit sallallahu alaihi wasallam, morali, sjell, gjitha janë sjell domethënë. Dhe prandaj Ibn Qayyim ka bërë këtë libër, thonë nisur nga ky fakt. Që duke lexuar këtë libër, ne gjejmë një libër që flet për jetën e profetit, jetëshkrimin e tij, sira. Ne shohim mënyrën se si e ka kryer ibadetin profetit sallallahu alaihi wasallam. Si merrte abdesin, gusullin dhe çështjet e tjera që lidhen me pastrimin, namazin e profetit, mënyrën se si e falte namazin profetit sallallahu alaihi wasallam, çështjet e tjera që i përfshin kapitulli namazit, llojet e namazeve, përfshin dhe namazet nafile, rregullat e xhenazes, rregullat e zakatit, agjërimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, haxhi dhe umreja ka një hapësirë shumë të gjerë, gjerësisht, hollësisht, përfshi dhe kundërshtit dhe mosmarrveshjet e dietarëve. Dhikri që bonte profeti sallallahu alaihi wasallam, llojet e dhikrit, edhe
etikat folurit, emërtimet, emrat, luftrat që ka bo profeti, kronika e luftrave, dobit dhe mësimet që dalin nga luftrat që ka bo profeti sallallahu alaihi wasallam, mjekësia e profetit sallallahu alaihi wasallam, udhëzimet dhe këshillat që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë aspekt, lutjet që bëhen që lidhen me këtë pjesë, si kurohen smundje shpirtërore, probleme shpirtërore, ilaçet e shumta që i ka rekomanduar profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu Ibn Qayyim është përpjekur domethënë që me dhënë edhe udhëzime mbi ilaçet dhe mjekësinë e njohur në kohën e tij. Dhe vëllimi i pesë i këtij libri flet për kontratat, për ligjet, por Ibn Qayyim Allahu më shëroft nuk ka arritur që me sa shihet ta mbaroj gjithë librin. Ka folur për shumë çështje, por shihet që ka mjaft tema për të cilat e ka dash me folur dhe nuk e ka mbaruar librin. Në këtë libër ne do gjejmë shpjegim të shumë ajeteve të Kuranit, sepse siç e thash, domethënë jeta e profetit është zbërthim për Kuranin. Në këtë libër ne do të gjejmë domethënë shumë tema që lidhen me pastrimin e shpirtit. Por ky libër ka ardhur me pak shkurtime në shqip. Janë bërë pak shkurtime. Është bërë përpjekje që vepra të vijë e shqipruar, domethënë pothuajse e plot, po ka ca shkurtime. Megjithë këtë, unë mendoj që libri duhet i bëhet një përmbledhje dhe të botohet i përmbledhur për masën. Pasi kaq i zgjeruar sa është, nuk është i përshtatshëm për masën. Është për studiuesit, është për ata që kanë zell të madh, të lexojnë, studiojnë, të marrin dituri, por për masën mendoj që duhet i bëhet një përmbledhje. Po më doli koha do ta bëj inshallah taala. Nëse nuk do ta bëj vetë, ndoshta do të këshilloj ndonjë tjetër që t'ja bëj një përmbledhje këtij libri inshallah taala. Libri është i gatshëm, si është nevojitet me i bë një përmbledhje, domethënë, normale që edhe përmbledhja ka punë, domethënë, ka nevojë për studim kërkimor, duhet punohet imtësisht, nuk është që aq e lehtë, domethënë, por elhamdulillah, puna më e madhe është bërë, domethënë, sepse libri është i shqipruar, është punuar domethënë disa vite me këtë libër, kam punuar disa përkthyes, njëri prej tyre dhe unë, me sjelljen e librit në gjuhën shqipe. Unë jam përpjekur ta shqyrtoj dhe të bëj redaktime dhe pjesëve të tjera të librit që nuk i kam përkthyer vetë, përveç kapitullit të mjekësisë, për cilin kam parë, domethënë kam shqyrtuar domethënë disa shumë çështje në të, por nuk kam arritur që ta redaktoj imësisht, kurse pjesët e tjera i kam parë dhe i kam redaktuar vetë, domethënë imtësisht. Pra, një pjesë të konsiderueshme të librit e kam përkthyer vetë, pjesën tjetër ka pas përkthyes tjerë, po që e kam shqyrtuar, nuk e di sa vite është bërë që është përkthyer libri.